miliona euro kalojnë. 4 hetsh është parë njërsa jame. Pe fabrikës tojt, e dejnë majt një gdec, 4 hetsh hecmi njërsën teme, hecmi parët minja. Krejt muni jetës teme, të familjes teme që tu ka hi. Jo vetëm mu, po në njërës i kam ble toka, dojmë nëresh hotelet, mira hotelet mja pos lakmi bota. Nuk shojnë leje, mu thot park nacional, e ja paguj tatimin tokës shpis. Kjo është presion me lshu këtë ven, me ik për këti venit. Kur gjonë së tjetër? Qësh është të mosh me une, me mdënu në tokë teme, du me bo një shtallë për kafsh, për rem, ku milonu në dhe. Kjo programi Vaso Çebralovicit, shqiptarve mi a bo zë këtë ven me ik, me gjenerata mos më këthuj këtu. Qa me bo, qësh me jetu une, qësh? Jena në halë, për që ata e kanë shu këtë njerëz, si ja kanë vro shpresën bre, ja kanë vro 10.000 euro mja jep, dikuj nuk dën me natë këtu. Baca Besnik, pëse po menën që po braktisen më të madhe fshatat e tilla të Kosovës? Po braktisen sepse ja kanë vra shpresën. Me thonë drejten, edhe unë komendu disër, a dalë për këtujtë. Ti lonë gjitha. E qatë kanë bojt këtu? Me thonë drejten, a dheva diçka është. Nuk o toka, nuk është bjeshka. Ku të shkojsh ki tokë, kejtë është të njetë. A dhev janë njerëz që dojnë dhe i dush. Janë vorët e të parve tu. Janë gjakit që këna dhedhë për këtë ven. Janë vujtet e tona. Kjo është atë dhev. Këtu e një rinia, njerëz. Ajo është atë dhev. Nuk o toka. Po njerës janë atë. Me thonë drejtën, këtu s'ka pos rrugë fare heq, krejtu rrugë i kom hapë une. Po se edhe shumë lartë, edhe shumë... I kom hapë rrugë të une. Të llogarit e ti, s'jam kur gjo kundër, po mund ka diskriminu bre komuna pejes. Se po thu Baca Besnik? Që 12 vjetë më kanë rajt, më kanë bloku, kom nisë me nërejsh një spital atje nalt. E kom nalt 2500 metra katror, spital për asëm, se nana ime ka punu spital të asmës, edhe kom marrë idenë nga ty, sukur thmi, dhe vetë kam qenë me asëm edhe qunim. Një rrugë, sa bishti maqorrit, 2 kilometra, 3 kilometra, nuk më asfaltojnë. E pse Baca Besnik? Po psesh, do të me shkup me pytë, sepse, thash, këtu dojnë me konë nën komën e tëne, me konë shërptorit tëne, dojnë më të bo zëtë shpijen shpitone. Këtu nuk lojnë dikën që arrin ma shumë se ata. Krejtari pes, Gazmir Muhaxheri, ja u ka qilë rrugën na për malet që zbanon kërkush hiq, dhe të shpellat e arushave. Që 12 vjetë, une këtu vuj, i kam 8 shtëpia gurit, për turista. Shtëpinë time, ndërtesën, 2500 metra katror, 4 katë, mikin investorët, shkaku i rrugës, nuk ma asfalton rrugën, i kom ble rrugët, i kom qedë rrugët vetë, ka kushtu mbi 300.000 euro, ja kom qedë edhe fshati tjetër drejlaj, ja kom zjonu rrugën me shku dhe atje, kam pas shkolla problem për transport, jem shku ja kom ble minibusin, hala ka drejtoria e arsimit të pes, ja kom dresh balkonin aty, ja kom pagu bukën, thmive, byreka në mëngjes. Bas një kohë, ku erë ky, e mbyllë shkollën, jo s'ka nxanca, jo që shka boni? 2-3 muaj para se më mbyllë shkolla, e erë një donator edhe investoj në nxemin e shkollët që bën të 100.000 euro. Mbas disa muajve mbylli. Po pse ti
pse i shtin ata me investu aty, ma mirë konat në zemin ta marrim edhe ta qëjmë një shkollë tjetër. Tash o mbyll shkolla, i mora ta fmi një 2 muj me minë në bus, i qëjnë shpej, jo i qunë disa herë na për shkolla, ata fëmija o fregojshin nga rruga, të lodhën, edhe aty ndërpre. Sot kena banor të rrugovës, i cili shkaki fëmijëve ka marrë shtëpinë me qira, vjen punon në rrugovë, edhe shkon flan në pej, a shtëpina ka afër këtu. Ka banor të rrugovës se çdo ditë i çojnë fëmijë në shkollë, me shpenzimet tyne. Ka fëmijë 15 vjeç, 14 vjeç, që ka kry 9-ën klasë, sot ata shkojnë punojnë punë fizike. Në mal punojnë punë fizike na për ndërtim ti llogariti kanë hull gomat na për lumej. Edhe më shku disa herë jam anku, s'm ka pranu kryetari, u du me gazetar, me peja, fokus u shku, me më pranu, me fol me ta. O zotni, kanë hull goma në lëma të merë se krejt bota pi shef, turistat vinë dhe pi qesin. Sa ato e pim na, me hek, katë, unë e fërshaj në telefon, poshtë edhe qeshke. Në konë regull kjo punë, asë që morë për veti. Është amfiteatrin e kom drejtë. Është amfiteatri për 1200 persona. E ka bërë një dramë në Dher Petrovci, kanë qenë 1200, kur ishte Ale Berisha, kryetari PS. Një rrugë bre, e në Dher Petrovci tha, më kanë thonë që një amfiteatr, po që kështu nuk kom besu. Edhe është videoja, që ullet në 2 gjoj, thot, o zot, thot, jam krenar, thot, besnik që e foli gjuhën tënde. Jam krenar që ke bo këtë vepër. Tash jena me shku me këshylla dhe amfiteatrin, Po. edhe me fol pak ma Po, shumë. e tash pse? Edhe që po jep zoba sa besnik, Po. edhe është pak... Po pse? Pse shambull, qka? Po tash shka një problem tjetër. Unë e kom qërë rrugë 6 kilometra, me financat mija. Tash këta manipulust, që jepin për mi qelë rrugët, jënar më ka thonë, që ne do të mi qelë 200 metra rrugë të re, e nemen që atë në 200 metrave, mi vjedh 6 kilometra. Do në thotë, unë e me thonë që s'ka pas rrugë këtu. Tash qka bën këta do ishin me hy në një tokën e një fshatarit, mi qelë 2 kilometra rrugë. Pa e fshatari nuk pranoj. Tha unë e kom shu rrugë nëse do një rrugën ekzistuse. Nëse do një rrugën ekzistuse. Këta do ishin me qelë 200 metra me hi një rrët me aprish tokën, aj nuk pranoj. E kryetari thëke jo, s'përpranon aj pronari i tokë. Nuk është, ata kanë dosh me qelë 200 metra rrugë, shkaki mi vjedh 6 km tjerë. Edhe unë i kom ble rrugët. Rrugët i kom ble pe fshatarve, si ja kom prish tokën, i kom thonë zotni, do me qelë është për mi për ty, gjanë ekonomike e ketë keqe, sa po mashet rrugën me kalu kaq. Edhe në kontratë e kam, rrugën e financojon, e pagujnë, por rruga s'është imja, është e gjitha tënve që kalojnë këtu. Aq, unë jam i diskriminum, që 12 vjetë jam i izolum, ju patët fatë qërët me një makinë 4x4, këtu, e makinat, Edhe me to me nxerdhët. Tash njerëzit jo vjen keq vinë të më vizitojnë se do të më shku për një marë atje. Po, do të me E totali izolum jam. Mos folim gjatë dimrit se s'vin as njerë për me qelë rrugën, absolutikisht. Jum detyru për me ble bagera, maqina me qelë vetë rrugën. 4 kilometra kabull për e kom ble. As pak. Do në thot, ky njeri nuk kon rregull me to. Në deklaratat, po me kryetarin e PES, në deklaratat e tina, thot se jam anti-UÇK. Unë se kom di që ky bëhet kryetari i PES, me pas dit nuk shanë luft heq. Me thonë, orda, a kupton? Që, të vitë qelë ma rrugën. Po jo,
O zotni, edhe ai ka najtë në burg, vjen keq. Po që është, i tillë s'ma ka marrë menja. Kom shti në amfiteatër bre, e kom bo një amfiteatër që se ka askush në Ballkan. Ato le kanë bo, pare kanë bo ato. Jam i diskriminum. Jam i diskriminum pe komunës Pes. Baca Besniku në tash që ti nuk po qëndrejsh vetë këtu. Jo, që ku i kam këta? Që të disa shoqëru. Po, shoqërus, po. Që shi ka në emrat? Ky Leo, Lola, Tina, Gjigji. Katër. Tina, Lola. Po Gjigji. Ja kom nu ish dashnorave që i kom pas në Danimark. Kur isha në shkollë, po, për mos mi harru. Këtu baci pas e shti edhe turshita. Atë ka nërë turshia ju? Po, mirë turshiti, sepse këtu zgjatë dimri deri në 5 muaj. Po. Ka njerë ka 6 muaj. Kështu që do të më përgatit mirë, se unë bën krejt vetë. Do të thotë, këto kongujt janë të kopshtit, kom jellë kapsht aty, lakna, speca, paltigjona, gjengjefil, kallomaq, gjyla, çka dush të bon. Si në bon, parpara. E këtu do të thotë, unë bën vaki, kur bjen borë, blokona krejt total, se komuna s'vjen as me qilë rrugën as fare, kështu që mu më do të më përgatitë. E sot ka ro mas shumë t'i ku me nejti ngujung? 3 muaj ditë. 3 muaj ditë ke Po, nejt? pa dal hiq. A ke pas ushqim të mjaftueshëm? Po, ushqim kom pas unë përgatitna. Okej. Veç që kisha gajlin e qenëve, thësha, se i kom pas 9 qenë. E tash sa qaj? Tash 4, se ato ka ndru jetë. Me thonë, ka cofë është ofendim si në shumë. Ti e kini raport shumë të veçanta dhe me qenë, do me thonë. Me ta ka lënë krejt kohën tash. Pse janë ka të rëndësishëm qenë për ty? Po qyre, janë të rëndësishëm sepse veni dënë ashtu. E këta qeni ko marrë një pjesë, kjo ka ardhë nga Hollanda, Belgjika, Lola. Këta kom ble këtë leon, të vogël. Okej. Kurse tjerët i kom marrë pe rrugës. Sepse në pej është një akër një katastrofë e madhe për qenë. Po qenë të ndacak, do me thonë, jo veç në pej për në gjdo komunë. Femit frigol me shku në shkollë. Llogarit e ti, taksistat një pjesë, firmat e mëdhaja taksistave, si pas informacionit që kam bin dakord me komunën, që mos mi hek qetë për rrugëve. Se nese qetë heken për rrugëve, ata s'kan punë. Do në thotë, ti me qu thmin më nxez, frigosh me qu vetë. Do është taksin. Me shku në punë, do të taksin. Më këthy, taksi. Do më thonë, me bova kimi hek qetë për rrugës, ata s'kan punë. Kështu që me pas një gjysh ndërkombëtar për masazhe, gazmen më agjerën e kësha qut parin. Sepse, çdo ditë ma qeni shet, i helmojnë, i shkelin, i shet qet, dop, qet, smut, kështu që nuk i bën për shtypja as pak fare, hiq. Kështu që unë ka bova ki, kom pas dhe 39 qenë këtu. I kena bova për atë qenë, i kena sterilizu, i kena qu prapë në qytet. E thash që e kini raport shumë të veçantë. Po, kështu që i du këta sepse këta e ndvujtëm që shkam qenë unë. Pse po thëm kështu? Po, unë e kam qenë i vujtëm. Unë jam rritje tim me none me babë gjallë. Që është thash pare, pa i bo 15 vjetë ju një këpi këtujtë. Pej masërve, pej presionit sërë, pej jam ikë. Kështu që i koptoj edhe tash tu ka mbosh shok të ngusht, familjar, familj, po, që. Flet me ta, që. Flet me ta, të po. Tash këtu. E çaj kishe thonë bac njerëzve që si dojnë kafsht? Qëre, une du të bëj një projekt me marrë qenin me quna për shkolla. Fëmit. Me premsu thmit në për shkolla, kur ta sheni një qenë mos e gjuni me gurë. Se këtu një kulturë, se si ta shojnë qenë e gjuni me gurë. Aj miza nëse e ngacmon, të sulmon. Le mo qeni.
s'ka nevoj me gjujt. Shko rrugës tone, nuk të prek qeni, nuk të sëlmën. Po ata që ka bojnë, i sëlmojnë qetë, i gjujnë me gurë, edhe qeni kur ta shet tjetër herë, e sëlmën ato. Po. Kështu që edhe kom adaptu qenë, kanë shku në Danimark, në Suedi, në Norvegji, që i kanë marrë piktujtë. Ju kësha lutë, të respektoni hudhën ushqimet, leja të paradere, le dikon se vjen e hanë. Gjatë epidemisë le kam qenë në media, ju kom shkep ushqime, uj. Gjatë verës kanë problem me uj, s'kanë kupin ujtë. Uj. Qeni e doron urin, po eti nuk e doron, a i prishet, a i qartët. Kështu që i kësha bo apel, gjithë i cili. Edhe shumë i veçanë, se të mos kjo shumë i veçanë, ka i tjetëri. Qëfar rocë është? Kjo është një rocë, kjo i thojnë show. është shumë qeni dashtën, është ka qef me lujtë me thmi. Po, as pak i rrezikshëm. As pak i rrezikshëm. Do në thotë janë qetë, të gjithë qetë janë tillë. Vetëm dosh për mi trajtu mirë. E vërtet, Nuk do të mi lidhë me zinxhir, nuk do të mi akufizu venin, lirin. Këta ndihen mirë. Këtu ndihen mirë këto. Edhe kanë dashnin tonë. Po, ashtu. Pas, këtu janë edhe makinat e tua, po? Po. Kjo? Kjo një makinë që e kom ble është e vetëmja makinë që është në Ballkan. Okej. Është Renault e vitit 1980. Shumë e vjetër. Do në thotë që atëherë kryemikun e nga Kosova. Këto dhe simbolet Po, simbole. Po, tashtu e kom bo para një 10 ditëve një protest. Po? Në pej me këtë me për qenë edhe për goma, se kanë hullë goma. Goma anuj. Goma anuj e gjitha, po, edhe për qenë. Dhe me thonë, ka bo leo protest, jone. Leo, okej. Duke i mbroj qatë shokët e vetë në për rrugë. Ky ka protestu për ta. Pse do me thonë bashkë me qenë dole me protestu? Po, me qenë, edhe qeni për para, kur zbresuni shkon të timoni aty, edhe Leo është qeni parë në botë që proteston për drejtat e tyre, drejtat qenëve. Unë e kom pas edhe kuajt, të cilët i kom le kuajt turtum. Për njëzë e kom pas 5 kuaj, një 3 kanë dru jetë pej turturave që ja kanë bo njështë. Po më pëlqen shumë njëra që shisha jetën edhe dashnia jote për kafshë të përgjithësi, po sidomos për qenë. Po kjo bazë, do me thonë, simboli u Kjo është, po, kjo një kamion e kom ble me një mendim që këta do të rregullojnë bukur mirë. I përngjan aty në kamionave gjatë luftës. Po, hajde më. Se na gjatë luftës kena pas kamiona të ri, po i kena ble 2 vjetër. Po. Bajtën armatime dhe gjana. Kështu që... Qa i ki menën me bo me toba si besë? Tash këto do t'ja vëndoj një moshama aty, e do t'jetë krejt me UÇK, me simbole kombëtare. Okej. Dhe mas pari, kur ta rregulloj mirë, do të shkoj në Shqipëri, do t'i vizitoj të gjithë vërrezat e aty në dëshmorëve që u vranë në luftën e UÇK-s. I kom njoft shumë për tëne. E sa shkoj në Shqipëri, shkoj vizitoj varët e tëne. Kështu që do të rregulloj mirë dhe është një projekt i imi që tash ish luftarët ka nis të plakën. Shumë nga ta pëndrojnë jetë dhe i shofë se i vorrosin me lloj-lloj makinash. Këtë do të bëj me simbolet UÇK-s. Edhe ata që vdesin, ndrojnë jetë. Edhe që ka qenë ushtarë të UÇK-s, që kanë qenë ish burgosur politik. Njerëz që kanë dhonë jetën e kanë dhonë për këtë vend, rinin, që këta të përcjellin në banesën e fundit me këtë kamion. Edhe çdo gjë duhet falas. Do në thotë transporti falas. Do me thonë kjo është ideja jote me këtë makinë,
Me i bartë njerëz që ndrojnë jetë dhe që kanë qenë pjesë e UÇK-s. Po, pjesë e UÇK-s. Po, veteran gjithë ata që kanë qenë. Kështu do më thonë do jetë me simbole me gjitha. Edhe që është më e rëndësishme a pas ke mendu falas. Falas. Edhe me i përcjell nga manesa e fundit. Nga manesa fundit me simbol, do jetë me shumë krenari edhe me ku fama atyre do jetë midis, aty do t'ulen ushtarët. Anash dhe do t'i përcjellin, do më thotë që e pas ke mendu shumë mirë edhe me Faleminderit, kështu. Baca Besnik tash në orë do me thonë të këto kullat e tua, apo që shme i qujt ndryshe, që i ke marru vetë dhe jeti marru vetë, që ndërtu. Këto e në 5 shtëpijat Gurit. Këto i kom rregullu për njerëz që kanë më ardhë me fëmije, Po. Edhe për ata që s'kanë. Një pjesë e tëne shumë nuk kanë, i kanë fëmijë të smut për astmës, nipat, ju kushton shumë me nejtë, edhe ata kanë venin këtu. E do me thonë, ti ke vendos me i hop këtu për ata që kanë probleme me frymarrjen edhe me smundje të frymarrjes, si astma këtu. Po e thesh shumë mirë për njerëz që kanë edhe për njerëz që s'kanë. Veç ma shumë për ata që s'kanë. Se ata që kanë i kanë dyrë qelë ka dojnë. Po, fiks. Për ata që s'kanë, marë këtu. Veç po do me bo për shpirtonin. Po. Por, problemi është që kom nalë punën, nuk janë të rregullume gjitha. Puna rrugës, do në thotë, këtu më kam bloku puna rrugës. Se nuk ka rrugë, nuk ka se tash njerëzit i kanë makinat e reja, makinat e shtrajta dhe nuk hynë në një rrugë kësë është asfalt. Kjo s'është as për traktor, por do në thotë kanë ngellë. Këtu vjen një shok danez, ajo piktor, Huba, ai vjen disa herë, 3-4 herë në vjetë, ai flen këtu piktoron, skulptoron, kështu që ai vjen këtu dhe jeton këtu. Shumë interesante, po pse me gur, Baca Besnik? Po, rrugova i don dy gjëra në ndërtim. Gurin edhe drunin. Po. Na gjithmonë kena ndërtu me drum. Por ka ndodhur një luftë, i kanë djegë, e kanë shku. Me gur s'kanë mujtë. Në fshatin këtu drela i kena 3 kulla dajve të babës tim, ku ka linë gjysha ime, që u djegë ajo kulla 3 herë. 3 herë u djegë, është vetëm në murne. Desare më konë komunë, aty, ndega, është një kullë historike. Ta riparojmë, ta rregullojmë, ta nresim, ja. Ka ngellë ashtu. Aje ka mbi 200 vjetë e vjetër ashtu. Ja, këtu do më thonë... Po, do më thonë, ke vendos edhe kur po me ndëm bac me i shu, do më thonë edhe për vizitorët këto kulla. Këtu si të rregullohet rruga, kur bëhet 3 muj, 4 muj këtu në funksionin. E kur pritet mu rregullu qaj rruga? Ke marrë naj përgjigja apo ju? Absolutikisht heq, ka që disa vjetë para zgjedhjeve kanë qenë 2 herë. Po fillojmë këtë muj, janë atë muj, janë këtë muj. Edhe po ta bllokojnë edhe ty këtë se po më thojnë se ti për kritikon kryetarin. Okej, edhe... Po, e këta mendojnë që me paret e tina personale a i nreqë rrugët. Po jo më rektojnë paret e tona. Fiks, po. Se veç mos harro, s'jom i vetëm një banor që paguj tatimin e shtëpisë dhe tokës. Me vite, jom i vetëm që paguj. Pse? Jem mësu për Danimarkës me pagu. Jem i vetëmi që e paguj. Do në thot, i vetëmi jem këto që se kam rrugën, edhe mos harro, këto rrugë, këto i kom hapune. Komune si do të vesh, me mjetet e mia, me dëshirën time, jo vetëm kjo rrugë, po edhe nalt aty. Kështu që fshati Mala i ka qenë fshati
i cili s'ka pas lidhe me fshat tjerë i lidhun. Unë e kom lidh fshatin Malaj me Drelaj. Se mi ndodh diçka atje për më shem, s'ka rrugë. Kështu do më thonë bin nga rrugën. Tash këtu janë nallët, i kom gjetë në pej kur i kanë hull. Këtu janë ato që përpara s'ka pas maqinë që lënur leshin e dhane, qëre me këtu e kanë shprish. Këtu, kjo një farë skulpture, këtu. Edhe kjo sharra që babam ka sharru me qësi. Dhe shumë e Jo vjetër. poshtë, jo naltë, shumë e vjetër, këtu, kjo do më thonë, kjo e tjetra, ka qenë kjo, e kanë marrë tymin, edhe kanë qitë të bletat. Mi largu, kjo është e vjetër shumë. Këtu. Gjona shumë antike, Po, bazë fande. shumë të vjetra, ambient super i bukur. Do të thotë, këtu është, këta e kom pa porosit në Egjipt, Shqiponi me ma kthy Shqiponin ndryshe, po ai më ka keq kuptu dhe e ka bo ndryshe, po. Këtu është, na i kena thonë të pini, me këtu karrika, këtu krejt i kena rregullu vetë. Kjo sofra madhe, po. Këtu është një piktur e shumë e, do me thonë me vlerë të madhe. Do me thonë batë s'krejt vetë i ke bo. Po vetë, Vetë, normal, me ndim, po me idea ndime ka këtu, qenë më kanë ndimu ideja, po. Më ka ardhë një mikimi, një Vedat Belegi edhe ai ka orë këtu. Ka ndimu edhe ai ka jap ideja, Po, tina, simbolin e shumë e falenderoj, po. Kosovës atje. po aty e kam. Ajo është një do me thonë një buroj të Dardane, shef? Po. Shumë e vjetër është. Shumë të vjetra, gjona Po. shumë antike, baca vetë ke koleksion. Vetë. Këtu e në ato të kërus lahuta, këto që kanë pje kafen për para. Këtu shardonat e hebrejve, se kanë jetu dhe hebrejt në Kosovë. Si kom gjeti, kom për këtu. Pastaj këtu, aty Gjergj Kastrioti me shpadë dhe me Shqiponi, është identiteti shqiptar. Po. E kështu që Ambient shumë i bukur, shumë gjona të Faleminderit. lashta dhe shumë Faleminderit, antike. po, ashtu do me thonë është një, këto gjitha janë të mënu me dorë, edhe karrikat, këtu që kena vetë, pastaj këtu është një sofër, e vjetër, këtu kerët, këtu ja kom kushtu, e kom pas shok me lajmë zekën, po ala kom bek shok, se tha, kur më ka vzorim shef në nër kom grus. Edhe këtu ja kom skulpturu, edhe këtu e kom qitë Milaimin, edhe këtu e kom qitë Cingaren. E kështu e përshëndet. Po e përshëndet Milajm Zekën. Po, Milajm Zekën, i thom Milajm ja shiqo. I thom, A, dina ja ka po këtë? jo, se dën Milajmi, po, Për i kësoj viti kur ka vjen me nuk e po ka dhe po. Milajm Zeka. Milajm Zeka këtu se pe kritikojnë ata, din ata burrat e mëdhaj, i thojnë se qysh më shef për funi komëve të grus. E kështu e kom gjetë këto në malë, e kom dru, Po. e këtu do më thonë është Milajimi. Edhe këtu do më thotë, kjo një radio shumë e vjetër, radio të para që kanë hi në Shqipëri. E ku e ke Italiane, gjithë këto Shqipëri e kom blej aty të shësin pazar. Shku të shqipje Marakën, Po, senet vjetra dhe... Po, këtu për para lamat i kena pas, se në 83-ën ka hi këtu rrima parë. Ka pas tjetër. Këtu është Këto që është? kjo e për kual, shala kuale, këtu për para i kanë gjitë në kerë dhe i kanë ngre trupa drunt, kjo shumë e vjetër. 200 vjetra të pas. Kjo lahut, kështu do më thonë pak, kena dhe disa gjana tjera këtu, veç pak të shiqoj. Se i kom balu këtu, veç pak, shpata, loj shpatash, këtu janë shumë të vjetra, këtu janë shpatat vjetra, shpata
ku buret vjetra. Sa të vjetra janë këto batë? Sa supozohet? Shumë vjetra janë, mune me konë mbi 200 vjetë, ka ma të vjetra. Kia jo mburoja Dardane shumë e vjetër. Këtu pastoj. Që i ke gjetur Po, kjo është Jakob Feri. Po. Këtu Jakob Feri ma ka dhuru miku im Vedat Belegu, art design. Këtë. Kjo topi një Mitsukolit. Bas këto shkurt e shqip gjithë shka paske, gjithë shka që ka të bëj me identitetin shqiptare dhe... Faleminderit. Kjo zile? Po, kjo është komona. Po, këto ma kanë dhuru nga Belgjika. Ta kanë bo dhurata dhe sot i ke qitë edhe këtu në gjitha, po, edhe tu lampadin këtu, miku im e Sati Kujshim, mi ka dhuru. Bac, shumë ambienti. Faleminderit. Edhe, kur, a në ke lëshu për vizitor? Po, ka qenë, një vjetë ka qenë, por nuk vjen kosh shkaki rrugës. Po, edhe që kjo është problemi kryesor me të cilin përballeshte. Kjo është një lloj, këto përpara kanë mu shto me prosh, edhe përpara i kanë pas ata dy shekt pej leshit, e kanë mush me prosh, edhe kanë qitë për funi krevetit. Më nëze dy sheku. Se aqë ftoftu. Po, aqë ftoft ka qenë. Pas, ta shtojnë këtu zgjedha kijeve, komonat e vjetra. Pas toj. Do me thonë super ambient edhe jashtë edhe mrena. Po. Me kujdes për se cilin detaj. Ashtu. Këtu do me thonë është te këtu dohet fshati Drelaj dhe Malaj. Fshati Malaj është fshati maj madh, i ka mbi 3000 ca hektar, kufizot gati me pejen. Kjo pjesë këtu. Drelaj edhe Masanina. Po, që aty është bjeshka përvar, po Serbia kanë bo prevar. Do me thonë, mos o mashtron. E do më thotë këtu, se kanë thonë përvar, të hec të varë, se qaq o konë tereni kështu. Pas toj këtu është amfiteatri. Atje lartë po shihet edhe shtëpia jote. Po shtëpinë këtu. Këtu është amfiteatri, amfiteatri është Shqipon. Hynë në gojnë e Shqiponjës, ulesh në kratë të Shqiponjës dhe dramën e luan në gjyks të Shqiponjës. Është një amfiteatr 1300 metra mbi nivelin detar. Më thotë është amfiteatri thoja maj nalt në Balkan, mbi nivelin detar. Është për 1200 vetë. Dhe kjo ka stemen UÇK-s. Pastaj këtu shtëpia ime. Po, atje po shihet, atje në krye. Po, pastaj atje kam një objekt. Atje lart. Po, a është spitali për cilën fole? Po, aty kam mendu me qenë një lloj spital, një lloj qendër rehabilitimi për ata që kanë problem me stres, me frymarrje, me smundje të ndryshme të frymarrjes. Po, të frymarrjes, jo ndonjë spital që do me thonë kirurgjik apo diçka ja, vetëm për mendje ajrin e bjeshve të rrugove. Po, edhe ata është ndonjë kat aty me konë edhe për shtëpi për ata pleqë që dojnë mjetu të në verës në rrugove. E batë, a ke pos probleme bojt materialin atje, materialin ndërtimor, për shkak se shumë lartë edhe rruga e the dhe vete pa asfaltume, qysh e ke bojt materialin ndërtimor? Kush vjen që ditët, as vetë nuk e di qysh e ke bojt? Qysh se vullneti madh, ka qenë njëjtë vullneti madh si vullneti gjatë luftës. Që është një farkongë thujnë, jena dy sokola, s'ka që na bën shiva zbora. Edhe na, as fortuna, as sen, s'ka mujtë me na bo kur gjuma dhe kena ndërtu aty. Krejt ka met o bloku shkaki rrugës.
Do me thonë krejt që të sfida, gjithë kjo amfiteatër me vlerë shumë të madhe historike dhe me gjona shumë antike, shumë të lashta, shumë të vjetra. Krejt u kanë bloku edhe nuk e mujt as mi hap për vizitorët për shkak se rruga është e pa asfaltuar edhe nuk mujnë me... Edhe me legjësh, asone nuk mujnë me shtru asfaltin pa ma leje për të ne. Absolutisht, po. Edhe qatë leje nuk po ta... Po logarete, jo qatë leje, po ne kom pas 73 copa dhanë, dhi, kual. Nisa me ndërtu një shtallë, nuk lejojnë me ndërtu një shtallë për kafsh, nuk lejojnë me ndërtu një shtëpi. Si t'ja nisë me ndërtu shtëpinë, vinë thot Park Nacional. Se Allah mosh me ma bo Park Nacional shtëpinë tem, o borin tem. Kjo një presion, qysh me ik për këti venit, me hu për këtuhit. Kjo programi Vaso Çebralovicit. Shqiptarve me ja bo zë këtë ven me ik, me gjenerata mos më këthuj këtu. Qysh është e mosh me une, me mdënu në tokë teme, du me bo një shtallë për kafsh, për dhen. Ku milonu në vetë? Ku? Kafsh, ljopt, ku milon? Si t'ja nesh me qenë, një temel, d'vin me policie, me inspekcione, me krejt. A me leje, nuk t'japi leje, qa me bo, qysh me jetu une, qysh? Jena në halë. Për që ata e kanë shu këtë njerëz, si ja kanë vro shpresën, bre, ja kanë vro 10.000 euro mja jep, dikuj nuk dënë me najtë këtu. Se nuk e lejojnë. E shef, nuk lejojnë, na përgjyqe bre në komunist një shpi, në gjyqë që 3 herë jom gjyqë, të pagu avokat, të shku vepër penale, më shkruun. Po unë jam aktor, jam piktor, jam komen... Kur një jetame s'kom bo një vepër penale. Kom jetu 35 vjetë nuk di ku dera policis, s'kom bo vepër penale kur. Në Kosovë erdha, më thot vepër penale ki. Qka e ki një shpin? Jëm shku në komulla, ama lejen. Po qysh ja ka një stirë, tash që është një problem. I kaloj 20 shpija, 50 shpija vinë të one. I kanë rejtë lo njës hotele, kanë rejtë gjithë shka, kush nuk i shkon. Vinë të one. Pse vlo, qka ju kom bone? Qka ju kom bone? E ti po do me thonë me këtë fjallë që komuna të rrenë. Po komuna me o rrenë. Njerës të atys që mësu më jo japë me të one si ju dhonë. One nuk ju dhonë. Se është, qka është jash ligjit, nuk e bëj. Se është jash ligjit. Nuk e dhonë, absolutikisht, as kuj. E kena një rrugë tjetër, marë. Pa besëm bre, 100 herë du të mi thirë, o, zut një shem rruga. Shone bre, është muzeu. Po, e blokojnë me javë tana, heq. Pse kështu? Pse? Kjo nuk ka puna veshti fshatit. Po kjo është një politik me na boj jetën zë këtu dhe me ikë për këti venit, me lëshu këtë ven. Po zdu me lëshu këtë ven, zdu, që tu do me dek, që tu do me bo vorrin ta midis rrugë. S'po thonë që që thonë kom luftu. Kretë kena luftu. Mësim dhenë se të janë luftarët ma të mdhej. Pse na kanë hek për ersires. Na kanë mësu me dashat dheun, na kanë mësu me kontribu me luftu për këtë vend. Pse unë e me lëshu venin? Gjithë këtë investim e kom bo. Disar kom menu që është me ik për këtuhit. Po pse me ik? Hajtë unë, po tjetërin nuk doran si une. Ik e lëshon e s'kthejet ma as një herë. Pse kështu? Janë probleme me cilat po përballemi çdo ditë. Unë çdo vjet i kom marrë ka 170 fëmijë kom marrë këtu. Pej 2007-s. Ka nërë këtu fëmi gjitha kombëve, gjitha komësive të Kosovë që jetojnë. I kena marrë këtu, i kena mësu, me dash një tjetrin, e kena thirë policin, e kena në kamera, në fotografi, e kena thirë policin e komunitet, që është e komunitetit, që aty në ullë, me mësu thmin,
me dash njëri tjetrin, mos me pas urrëtie. Pa dallim feje, pa dallim gjuhe. Ka në vëllai inspekcioni, ju kom bo bukt, ka norm, kanë denu 1.000 euro, thëshin. Pse? Pse thëke se ki në regull që shja kjo? O zotni, kuzhim, pse vish me dënu me të bo presion? Falimeneja që jëmë shkun, bela aty thash atë në policëve, qka erën ata? Thash, ma la një letër, dënu, pse? Jo ki drejt, jo s'ki drejt. O që ditën, shkova në komun, ja spjegova, drejtori tha, ama të letën, tha, jo, tha, regull është. Pse vëlla për më dënu? Pse? Llogarete, Jugoslavia në 82-ën ma ka hek shtetësin e Kosovës. E Jugoslavia, qa që rejtë e ka pas ndaj meje. Kër e marë këto më ka thonë s'ki shtetësi, se ta kanë marë shtetësi. Prap janë qata njerëz. Prap janë qata njerëz. Po në nuk dërzona. Po thu njerëz sot që janë pushtet njëjtë si kur në kohën e Jugoslavisë. Negon, nuk ka se kur në kohën e Jugoslavisë. Po janë do pijuna tëne. Po. Janë do pijuna, po ata, mendimin e juve rinis, medjave, të rinis, ata çdo ditë janë ka zhdukën, po heken. E kanë frymën e fundit. Jo rinia, s'do një me lëshu këtë vend, se ma mirë se këto se gjoni kërkon. Këto është ardhmeria juve. Do një me pas respekt për gjakin aty në njerëzve që kanë vëmë. Për ata që janë burgos, janë zhduk me mija njerëz. Jo s'do një me lëshu, jo do një me luftu mënyrë demokratike, mos me pas frikë. Korrupsionin duhet me luftu, me nalë, mos me pas frikë. Fëmija kër e shë policin me koni knaqen, jo, mos me pas frikë kër e shëni, se ka ngela e friga, shkon me gjenerata desat heket që kena pas, do me thonë kër e kena pa një makin policis sërbe, e kena pas një lloj frige nga ta. Na duhet, mos me pas frikë, na duhet me liftu këto, mos me pas frikë ndaj askuj. So ven ju është ardhmeria juve. Kështu. E the shumë mirë, Baca dhe i bashkan gjitha. Faleminderit. Se për me emocionove shumë. Edhe hajde po vazhdojnë në pjesë të tjera. Faleminderit. Baca Besnik, këto në kuë në ka shoqëru shukët e tu. Faleminderit. Po, Leo kjo është. Leo, po. Leo se kjo është maj miri. S'na lën vetë kur. S'po do me ma falë, do me thonë. Ma mirë ta fali i dorë. Po, qatë shumë e danë. Po. Shumë ishi dashtë edhe shumë. Bas të jenë ata amfiteatri, do me thonë, edhe qysh është historia këti amfiteatri? Po tash kjo amfiteatri është në fshatin Drelaj. Fshati Drelaj. Po? Qysh ju thash kë... Këto disi e kom bo spontanisht. Sepse u idhnova aty të 7 kilometrë që ma thynë atë kronin e dëshmorëve. Ju thash aty nëse do të ndërtoj diçka që ata s'munën të thejnë. E do thot kjo, do me thonë kjo amfiteatri këtu. Pastaj janë këtu 3 kulla nga të amfiteatrit. Këtu janë kullat e artistëve. Po, pse ke vendosë mi qujtë kullat e artistëve? Sepse artistat Kosovë janë të varfën. Ja kanë kushtu të jetën e artit. E kanë zbutë e gërsinë e njerëut. Se me anë të artit zbutët e gërsia njerëut. Edhe ata gjithmonë e kanë një andër që të flajnë, të bujnë, do një net aty në atë vendin ku ja kanë kushtu tër jetën ati vendit. Asoj pjesës tjetës, artit. Kështu që këto do më thot aty është Nën Tereza. Kombana saj, kombana e simbolizon zërin e saj, se një krejt bota. Edhe krejt bota në një neve për shkak të saj. Saj, po, është Gjergj Kastrioti, që me 10 shtete kanë
do në thot, monumentin e ti. Po aty ku është bardh, aty mendoj me ti atë Gjergjfishtën. Pse Gjergjfishtën? Po Gjergjfishta, ai i ka këndu, do më thonë, i ka kushtu poezi edhe Rrugovës. Ka qenë, do më thonë, njëri që ja vlen që ta ketaj këtu një. Kështu që këtu e në trijat, po edhe amfiteatrit, tash kjo... Çfarë historie ka kë? Po shumë interesant për gojdhanave, kështu që më ka të regu baba im, e baba im ka linë 1909, i ka të regu gjyshja vetë. Do më thonë gjyshja babës ka jetu 14-15 vjetë nuk e di, nuk më kujtohet, edhe i ka të regu një histori shumë interesante. Për para, s'ka pas kufi. Krejtë kjo pjesë ka qenë kelmendas. Ajo ona e peshterit, ane edhe ata kelmendas nga tregu i ri, dhe me thonë Novi Pazari, se qujmë na. Ata kam pas rrugën mark nej, në për këtu bjeshke me shku në pej, se në pej kam ble dreth, kam ble ushqime, kam ble gjanat, edhe në shku në bjeshke. Atje venet të tyre. Një qune kish pas e një kol. Duke hec në një fshat këtu, dashurot një vajzë. Edhe e vajza dashuron, su kur të rritë edhe, ajo jetë shtatzane. Edhe ata e shofin, thot, që është tek, ka qenë kërë. Edhe pysin, thot, me ka një shtatzane, thot, jo me kol peshterin. Që është me kolën, thot, kola kartën e, thot, na ka hongër bukën neve, thot, pas ka bo gabim, ma din është si ashtu. Ta shka bojnë këta, i qojnë fjallë bajraktarit, se atër s'ka pas kryetar komune, të ati vend i thojnë, mash lëtë, thot, na ka marrë ftyre, na ka bo këtë zezë. Edhe ata si kur denim, që ka bo këtë pabesi, e marrin, e qojnë mal, e mysin dhe jalë shojnë një lisë për mi. Edhe thojnë në myti lisi. Tash këta i qojnë fjallë këti, bajraktarit këti fshatit, s'pja përmeni se fshatit se në është të ndijen keq ata apo diçka. Edhe thot, po si thot, po jo thot, qka do ne me bo me këtë vajzë, thot, qysh vepru jo dhe ne. Por ajo shtatë zonë dhe prifti i fshatit i dikton se këta dojnë me bo një kërë, dojnë me mytë këtë vajzën. Zojen. Edhe këta thot, prifti thot, jo thot, fëmija që në bark nuk ka faj. Kur të linë, atër boni qka dëni me ta. Por këta spresin edhe bin bashkë këtu dikon, që tu ka qenë i darë dhe egre, madhe 100 vite, o kalb, edhe vinë e lidhin qëtu. E lidhin me kërpnaja me gjana, edhe kër e lidhin me hangër kafsht e egra. Por atë bjen shi dhe ajo shpeton, edhe dikon o kënë këtu një shpel, edhe ajo lind atë thmin në shpel. Edhe kër e lind thmin në shpel, javënon emnin e bazëve të kol. E këtu i thujnë laknat e kole. E tash, nga kola, formohet një fshat këtu. Ato e qujnë Kolmali. Kështu është historia. Shumë histori interesante dhe e vjetër edhe që ty Shumë të e kanë vjetër. tregu, edhe te e ru normal edhe ja tregon edhe njerëzve. Baca Besnik, unë e po du me t'i bo dhe do pyetje të Dorna. përgjithshme. Pse po mendon Bac që po ikin rinia prej këtij vendi? A ka shpresë në këtë vend? A mundemi na najherë me orë një kohë që kena me qëndru në vendin tonë dhe me kontribu këtu? Po tash e qes vetën, kur isha i ri, pa i bo 15 vjet ika pej Kosovës se ma vranë shpresën. Prej ashtu nga shkollat.
mundësin si kisha për në punu, isha i diferencum, do më thonë, edhe më të fmik, më vra shpresën. Këtu, ja kanë vra shpresën. Rinis, e ndëgjën babën e vetë, e ndëgjën tjetrin, edhe njerëzit ikin. Por që 5 vjetë të fundit njerëzit ka njës me marë pak frim, ndryshe. Por, që shambull, nër këtu, ka pas banor, pa i po qëfar shpijat mira, gjithët. Po qëka, si ta vret shpresën, ta mbyll shkollën. Thot s'ka nëzonës, me 4-5 nëzonës. Nëzonës shtohen çdo vjet, e mbyll shkollën. Pastaj, don me ndërtu një shtëpi, nuk lejon. Ky vend gjithmonë u merr me blegtori. Po. I kam pas ato shtallat e tyne. Nuk të len sot. Sot nuk të len me maru një shtall të kashve për me jetu, nuk të len. E pse me najt e këtu? Pse me najt? Shkon e gjo një vend tjetër. Po një vend që një hapësirë që të afron ma shumë. Por, unë ju kësha thonë rinis, keni duru dhe i tash, për shot diçka, ka një lloj shprese, ka një lloj, po ndryshojnë gjanat. Ju si rini, po folni lirshëm. Po, e kem drejtën e fjallës. S'po frigoni pej kërkujna. Ju e keni ndorë këtë vend. Na ta kena bashkëpunimin e mirë me ligjin. Mos frigomi pej ligjit, pej policisë. Mos frigomi pej keqbërësve. Të hapen venet punës mu 30 vene, 40 venet punës mu kanë mbyll këtu. Për shkak të komunës që nuk ta ka asfaltuar. Për një rrugë. Po. Ka qelë rrugë atje ku s'banon kërkush fare, as kush nuk banon. Mu hajtë si vjetë, hajtë mëtë, hajtë jetin. Më shko jeta, ma ka vra shpresën, tash, po më duken kecë senet zi, s'po moj mi pa këtu sene me sy, s'po moj për mi pa këtu sene. Pse vlla? Njerëzit nuk lëshojnë venin, kur i kanë tonat e mira, e kanë një siguri tjetës. Me vërtet. Po mentaliteti i do qeveritarve, i do njerëzve, kur ta shohin një ndërtesë që po ndërtohet, me ja prish. Valla jam, pse bre me ja prish? E kom një mik, 12 shtëpia ja kanë prish bre, nuk e lojnë, nga tina s'ja prishin. Kalojnë e prishin, i kalon a i zotnia, erë një nga Prishtina, tha, e ki paleje shpinë. Që është mërë zotnim gjetë ti midis malit, e në tokë teme, në senet mija pas kom po paleje, po i kalove ti, mija ndërtesa shpia paleje erdhe tone. Po, thot, me zhvillu turizmin, që vëlla me zhvillu turizmin, ata s'lejnë në shpela, ata dojnë stane, dojnë hotel, rrugtas, dojnë mirëqenjet për me pas. Edhe ti në këtë rast jenë gjendje me ja ofru. Po që e pavat, po me investu vëlla. Po, sa euro ke investu këto bacë? Ta amfiteatri, ta i spitali sot. O, mos është krejt muni jetës temet, familjes temet që tu ka hi. Që tu ka hi, bre. E falenderoj vllazit që më ka nimu. Kusheret më ka nimu. Djemët e mi më ka nimu. Borgje, bre. I kom nis me ndërtu, tu menu që e lëshaj edhe i paguj borgjet, i paguj kreditat. Las po moj me dalë për tyne.
Shkaki një rrugës 2 kilometra, rruga është e qelme, është gjithë vetëm don zhavar edhe asfalt kur gjë tjetër. Më kanë blokuar, vjen investori i asaj spitalit, don me investu, don me ndihmu, don me marr. Kur e shek kështu thot, i thom, më ka thonë vitin tjetër, kur vjen mas 2 vjet, thot, ha, një herë 2 herë, edhe largohet. Lutëm. Unë e thash tu, nuk jam bo fol, baca besnik. Këto? Kanë hi pore, këtu sigurt mini €1 milion na shtat. O, kanë hi ma shumë, kanë hi. Ma shumë se €1 milion. Dëgjo, katë hetsh. Është parë njërë sa jame, pe fabrikës tojtë, e dejnë majtë një këdecë, katë hetsh mi njërësën të jame, hetsh mi parët mija. Se o qërë rrugë këtu. €1 ato pore. €1 kalojnë. Fix, po. Koptan, ti tash, logarete, mi marë gurt peglareve, mi pru, pontorët, se këto kështën 3 herë ma shumë se në qytet. E vërtet, edhe Gjitha. Mu merë shumë interesant, baca besnik, edhe po më vje keq gjitha ato €1 që i ke investu këtu, në fund me me qështu, është për i me fatkeqësi edhe shumë djenje. Po jo vetë mu. Po e... Jo vetë mu, po në njerës i kam ble toka, dojme nreq hotelet, mira hotelet, mja pos lakmi bota. Nuk dojnë, nuk shojnë leje, mu thot park nacional. E ja paguj tatimin tokës shpis. Nëso park nacional, pse unë të paguj tatim tokës dhe të shpis, kur ma kanë shti shpin, o borën e shpisme ma kanë shti, park nacional. S'moj një kaçak për pula për me ndreq. Llogaritë për vorret. Më kanë thonë s'kini drejt as vorre me maru 3. Fshati joni ka në 6 vene ka vorre. Munges e tokës dhe nuk kudzojnë me qelë vorre 3 pa leje. Ata nuk dhojnë. Sepse thot o park nacional. Llogaritë në botë brëska kështu. Në fshati malaj në 6 vene ka vorre. Ta shka bojnë njerëzit, des dikush e shtin në tokë vetë. Në pronën vetë e shtin. Nuk ka vareza ku duhet me qenë kështu. Po, do bërë dvet në tokë vetë. Në bërë në tokë vetë, që atje ki vareza, që të përfuni shpiz vareza, ma ne vareza në 6 vene. Kjo është presion me lshu këtë ven, me ik për këti venit. Kur gjonë së tjetër? Bat, s'ki faj edhe nuk i vetëmi që i shgënyu ka të shumë, mu po m'vjen jashtëzakonisht keq, po shpresoj që ka mu gjithë një zgjidhje, baca besnik, a menon që ka me bo mirë në herë në vendin tonë. Ti vetë edhe ke luftu për këtë vend, do me thonë edhe a menon që ka me bo mirë në herë, baca besnik? Ka me bo mirë se ka me na marë lakmi. Pse? Shqiptari është ka e mytë frigën. Jure nia s'pe fregoni, nuk po frigoni së kërna. Pse nuk keni lindë një ko me të frigu dikush. Jo keni pas fat, 3 fati keni. Keni lindë liri, keni lindë shekullin e ri dhe 1000 vjeqarën e ri. A disa keni jo botën, që ka që botër ju e vogël. Se për 1 minut merë vesh këtë bota, kupton qka ka botë këtu. Dhe jo sa të muni, mos o frigoni, gjdo gjanë që shefni keq, gjdo korupcion, gjdo pa drejtësi, me njëherë me lajmëru në organe kompetente. Mos më frigu, mos me pasu rejtje, ndaj kërkuj heq. Thojnë, mos me pas urrejtje as në ata sërbë që jetojnë këtu. Sepse ata në banorët Kosovës, ata kanë lidh këtu. Rinia së kurtet që kanë le e tëne nuk kanë faj politika tëne. Jo doni mu shuqnu me ta, edhe mi kuptu ata, për mi ja njoft gjuhën, mi ja njoft mendimet e tëne, mi ju të regu ju se ju jeni në faj, ju keni qenë faj. Na jena ata fitimtarët, po na nuk jena të këqi si ata të partë të ju që kanë qenë,
Absolutikisht hiç. Unë jam kundër çdo do të gjithë njerëz, komunitetet që banojnë Kosovë, sa ma shumë me regjistruna për shkolla. Sepse ata janë pjesë e shoqërisë tonë. Nëse ata bëhen të kulturum, shkollum, ne kena jetën më të sigurt. Dhe hecim përpara. Shpresa është tek ju. Kështu që rinia e jonë është një rinia artë, një rinia kuptueshme, një rini e bukur, një rini që ti din disa gjuhë. Kështu që jeni ata që na motivoni edhe neve me jetu ma shumë. Kështu e kështu lutë. Po që jetën, na fal juve jem që të ku jem, kështu që sidomos fal juve që keni luftu për këtë vend. Jo fal neve, na kur gjo, po fal ata para neve, unë të thash, fal aty në mësim dhënësve, që neve na dukun me dashat dhevën. Më falë atyne që na heken për errësirës. Kur njeri vjeton në errësirë në një shpellë, kush i pengon? Drita, dielli. Arsimi për ne ka qenë dielli, ka qenë dielli, ka qenë jeta. Kështu që respektin na duhet me pas shumë të mësimdhënësit, ata janë baza e jonë. Normal, luftarët, njerëz të burgosëm politik, njerëz të vujtëm, edhe doni me pas shumë respekt të ta. Unë e kam shok, mo kanë burgos, i kanë ro burgjeve, janë zhduk. Për çka? Për juve, me jetu. Sa të muni luftoni korrupsionin, sa të muni luftoni dallimin e racave dhe të feve. Na jena njerëz. Na do të mjetu bashkë, na do të me ndërtu ura me gjithë njerëz e globit. Mos me pas urejte. Na kena nevoj për ura, shëng bot lufta, këtu lufta ne. Na sot neve bota nuk na bota do të me na njof neve vetëm me gjaftësi, me artë, me kulturë. Se nas kena fuqi me teknologji, sa ta shumë janë para neve. Kështu që na duhet... Apo menon baca besnik që jem në rrugën e duhur? Qysh po e shaj rinin sot? Qysh po do këtë rinia sot? Qështë shka tash po bëhet me teknologji e the edhe vetë me rrjete sociale? Qysh po do këtë? Rinia është shumë ma e mirë se që këna qenë. E një botën shumë ma mirë se ne. Se nas kena ditë qanë... A më prap batë më falë që po ndërprej, prap ka një bot tjetër prej rrjeteve sociale. Nega, ju keni linë shekullën e ri dhe mjevjeqarën e ri. Ju nuk keni penges për ne, po na jena penges për juve. Sepse ne kena linë mjevjeqarin e kalum dhe ne shekullën e kalum. Do me thonë, na jena penges. Ju jeni në rrugën e duhur. Juve po e një bota. Po e një bota artit. Kena njerë që për një artista, këngëtare, sportista që për një bota. Kush na ka njoft neve para 30 vjetëve? Kush? As kush na ka njoft. E vërtet. Ju jeni ata. Ju jeni ata ambasadorët. Faleminderit shumë bac për të fjallë, se më pëlqen zakonisht shumë. Na po vazhdojnë edhe pak, ta e pjesë tjetër. Faleminderit.